së presidentit. Në anën tjetër, diskutojmë për të tjera ngjarje të cilat kanë ndodhur jashtë Kosovës. E përmenda krejt në fillim të mesditës se 2 sulme në shkolla brenda vetëm 24 orëve të fundit kanë tronditër Turqinë dhe opinionin publik. Djetra të plagosur dhe 9 viktima janë balanci i këtyre ngjarjeve tragjike që kanë shkaktuar më pas panik, tension dhe pasiguri tek qytetarët atje. Në mesin e viktimave gjenden nxënës dhe një mësues, ashtu siç raportohet deri më tani. Për të kuptuar se cilat kanë qenë motive, çfarë dihet deri më tani, çfarë thon autoritetet në prononcimet e tyre zyrtare, në një linjë të drejtë për drejtë kam gazetarin Sokol Brahaj direkt nga Turqia. Brahaj, nëse po më dëgjon, përshëndetje. Po, përshëndetje. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën dhe gatishmërinë për me nda gjitha detajet sa i përket sulmit të fundit, çka dihet deri më tani. Po, në fakt, si që thatë edhe pak më parë, që në 24 orë, një ditë pas netë nesme në dhe sulmi dytë, ku sulmi parë kishim 20 të plagosur dhe nuk kishim viktima përveç sulmosit, por dita dytë ishte shumë tragjike, cila një fëmijë 14 vjeçar ka marrë pistoletat dhe armët e të jatit që ka qenë ish drejtor i klasit të parë të policisë dhe ka shkuar në shkollën e tyre dhe ka qelluar në 2 klasa ku 8 studentë dhe një mësues kanë ngel të vdekur dhe ai vetë ka vrarë veten. Këta janë prononcimet zyrtare, kemi e pas 20 të plagosur dhe ditën e dytë, por 11 kanë dalur nga spitali, pra kanë shkuar në shtëpi me lëndime të vogla, jo të mëdha, kurse 9 nga këto janë në gjendje të rëndë, ku nga këto të 9-tit 6 janë në gjendje kritike, por jashtë, do të thënë nuk kanë janë jashtë rrezikut për vdekje, kurse 3 janë në gjendje shumë të vështirë dhe tashmë edhe në orët e drekës që jemi këtu shumica ishin 8 nxënësve, të ndjerë dhe mësuesit kanë vazhduar tash funeralet e tyre për varrosjen. Normal që gjithë Turqia është në këmbë, organet kompetente që nga Ministria e Punëve të Mërshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit, po ashtu prefektura, drejtoritë e arsimit vazhdimisht që mbrëm kanë qenë në mbledhje urgjente se si duhet parandaluar të paktën tash mbrapa këtë lloj situatash me vërtet tragjike. Brahaj, me qenë se po flasim për 2 raste të ndajmë rastet nga rastet, në mënyrë që edhe të mos krijojmë konfuzitet tek qytetarët, tek personat cilët sot kanë zgjedhur të na ndjekin dhe të informohen përmes kësaj platforme. Qëndrojmë tek sulmi i fundit. Cili është bilanci deri më tani, sepse poshtë që nga dje edhe është rritur. Cili është numri i viktimave, cili është numri i të plagosurve nga sulmi i fundit? Po, nga sulmi i fundit ditën e djeshme, janë 9 viktima, 8 nxënës i asaj shkolle, kanë qenë 11-20 të plagosur, ku 11 nga to kanë shkuar në shtëpitë e tyre, pra plagosje shumë të vogla, kurse 9 nga ato janë në gjendje të rëndë. Nga ato që janë në gjendje të rëndë, 9, 3 prej tyre janë në rrezik për jetën, kurse 6 kanë kaluar rrezikun për jetën. Domethënë këto janë të dhënat e fundit zyrtare të Ministrisë së Mbrëmshme dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Turqisë. Në rastin e fundit. Po. Po, do thotë autori i kësaj vepre edhe është identifikuar, është kapur nga organet? Po, në rastin e fundit është një nxënës i asaj shkolle, 14 vjeç, pra në klasën e 8, i cili ka vrarë veten në ditën e djeshme, ku ka qelluar me armë gjithanë në 2 klase që ka lënë 9 viktima, ka vrarë veten e vet. E qartë. Dhe unë lexova, po më pas në një kohë ku po jetojmë që fake news shpërndahet tepër shpejt dhe informacionet e sakta më pas janë shpeshherë vështirë për të kuptuar dhe nga vetë profesionistët që miremi me këtë punë, le nga qytetarët e thjeshtë cilët lexojnë dhe konsumojnë çdo gjë që u servohet para, unë pash disa lajme sa janë të vërteta, në mënyrë që t'i qartësojmë, që i njëjti autori, ky nxënës pra ka pas kërcënime të tilla në rrjetet e tij personale sociale. Qëndrojnë këto raportime apo nuk dihet për këtë?
Jo, kjo për rastin e dytë, për rastin e parë thuhet, por ende nuk janë aprovuar zyrtarisht nga Ministria e Drejtësisë apo nga Ministria e Mbrojtësisë. Për rastin e parë, por rasti i parë ka qenë një djalë nga ajo shkollë që ka plagosur 20 vjet, i cili në fakt ka vrarë veten. Atje ai ka qenë student aty dhe është përjashtuar nga shkolla sepse ka qenë një fëmijë problematik. Kurse në rastin e dytë është krejt një fëmijë, domethënë është një fëmijë shumë i vogël, një fëmijë 14 vjeç, i cili baba e tij ka qenë ish drejtori i policisë së klasit të lartë, po ashtu edhe nëna e tij, mami e tij ka qenë mësuese shumë e respektuar dhe e dashur në të gjithë rajonin. Pra një fëmijë ka marrë armët e të jatit, pra për rastin e dytë bëhet fjalë, dhe ka shkuar në shkollë, ka futur në çantën e vet, domethënë armët e të jatit, dhe ka shkuar në shkollë dhe ka bë këto krimet që po flasim. Qartë. A dihet nëse ka ndonjë lidhje mes këtyre rasteve, pra rasti i parë me rastin e dytë, sepse vinë dy raste në brenda 24 ore, sulme cila ndodhen në shkolla, ku synimi janë nxënësit, pra ka ndonjë lidhshmëri apo janë raste të ndara? Për këtë ka bërë prononcim zyrtar në orët e mbrëmjes së kaluar ministri i punëve të brendshme, i cili ka thënë nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin, qoftë edhe nga mosha, po qoftë edhe nga zona, sepse janë dy qytete shumë të mëdha dhe shumë larg njëri tjetrit, por mendohet, pra nuk jemi të sigurt ende, por mendohet që ka ndikuar media sociale, pra ka ndikuar ata lojre që lozin fëmijët tanë nëpër telefona, të cilat i kanë çuar fëmijët në aty. Por ende edhe këtë duhet të presim rezultatet zyrtare sipas prononcimeve, siç ata domethënë edhe jo fake newset, mashtrimet, por edhe dikush i përdor këtë për qëllime të këqija, për qëllimet e veta, nuk i dihet normalisht, por ne si gazetarë normalisht jemi njerëz publik të cilët kemi miliona dëgjues që na dëgjojnë dhe na shohin, ne do të jemi automatikisht do të jemi shumë të sensibil qoftë edhe me viktimat e familjet e tyre, sepse këto janë gjëra dokuritë të kohës moderne. Pra Turqia nuk ka pasur raste të tilla, apo edhe kontinenti i Evropës, domethënë mund të kenë qenë po shumë të rrallë, jo me përmasja e kaq gjakderë se sa ka ndodhur ku bëhet fjalë për fëmijë, pra për fëmijë 14 vjeçar, të cilat këto janë fëmijët tonë, pra janë ne jemi prindit e tyre, pra këto janë mësuesat, ata do të ruajmë fëmijët nga mësuesat, ata mësuesat nga fëmijët. Pra jemi në një gjendje që me të vërtetë sociologët dhe psikologët dhe arsimtarët duhet të studiojnë, duhet të bëjnë studime shkencore edhe më të shumë me përputhje me kohën e moderne të sotshme, të cilat të çdo fëmijë sot ka në dorë telefonin e vet dhe telefonin e tij, dhe ky telefon a mund të jetë një bombë për fëmijë, pra dhe të cilët do dëmtojmë edhe për rreth, apo është vetëm për të kaluar kohë. Këtu kemi një kaos në fakt, por besoj që rastet e tilla tash ngushëllimet për të gjithë familjarët, por rastet e tilla do të jenë shembull jo thjesht për Turqinë, por për të gjithë botën, se si një fëmijë pra 14 vjeçar, pra nuk bëhet fjalë për një burr të një moshe. Braj, në pamjet të cilat janë shpërndarë gjithandej nëpër internet, realisht janë pamje shumë të rënda për të parë. Fëmijë, nxënës apo të tjerë të cilët bien nga dritaret, tentojnë për të shpëtuar, kaos në oborrin e shkollës, më pas mënyra se si është dhënë ndihma e parë, cilat janë reagimet e prindërve, çfarë thon prindrit, sa të pasigurt ndihen tashmë prindrit për të rikthyer fëmijët edhe njëherë në bankat shkollore, dhe çfarë realisht ka ndodhur me shkollat në fjalë. Është ndërprerë mësimi përkohësisht, cilat janë detajet, dihet ende diçka për këtë? Po qoftë në rastin e parë, për qoftë në rastin e dytë, në atë qytet të gjithë shkollat kanë ndalur arsimin për ditën e djeshme ose 2 ditë me radhë, pra që pastaj takon ditë e shtunë e dielën dhe automatikisht do të jenë pushim. Kurse në qytetet të tjera jo, shkolla vazhdon normalisht, por po të thuash se në të gjithë Turqinë mësuesit janë ngritur, domethënë kanë edhe për të qenë pranë viktimave, por edhe për të tërhequr vëmendjen e qeverisë që të kenë edhe më shumë siguri, domethënë tek shkollat e tyre, e ngritur si tip një greve, por arsimi në të gjitha shkollat e Turqisë vazhdon, përveç aty në 2 qytete ku kanë ndodhur 2 rastet në fjalë. Qartë. Dhe mbi këtë, ju e përmendet se nuk ka pas shpesh herë raste të ngjashme. Megjithatë, ka pas prononcime nga vetë zyrtarët se çfarë do të ndodhë me sigurinë në shkolla, pra
sa do të ndryshoj nga ajo se çfarë është bërë deri më tani, pra do të shtohen masat të sigurisë, do të vendosen ndoshta roje sigurimi rreth oborrit të shkollës ose për brenda vetë shkollës, do shtohen forca të policisë apo si do të rrjedhin gjërat, sepse thënë drejtën për 24 orë nuk është se janë pak dy sulme me një bilanc të tillë të plagosurve dhe 9 viktima është një shifër e lartë. Po, si që tha që pak më parë, që Ministri i Punëve të Brendshme, Ministri i Drejtësisë, i Shëndetësisë dhe Arsimit kanë bërë mbledhje urgjente qoftë mes një koordinim mes ministrive, po ashtu edhe me të gjithë prefektet e Turqisë, drejtoritë e arsimit të gjitha rajoneve të Turqisë që në këtë aspekt kanë bërë një plan program, patjetër që do të jetë shumë më ndryshe nga çfarë ka qenë deri ditën e paradieshme, por ende nuk i kemi prononcimet zyrtare se çfarë masash do të marrë Turqia, por në fakt do të thënë edhe kjo që nga aspekti i sigurisë nëpër shkolla apo nëpër qendra tregtare apo nëpër metro, tramvaja, aeroportet e gjitha Turqia e ka shumë të larta, e ka shumë të mira, por ja që ndodhin, domethënë edhe këtë, por me siguri që pas kësaj edhe autoritetet do të marrin masa normalisht krejt të ndryshme, ndoshta edhe shumë më radikale, se sa janë marrur deri më tani, por normalisht do të presim autoritetet zyrtare në prononcime, sepse siç nuk e di thash në fillim apo jo, që Turqia ka ndaluar, nga që janë edhe hetimet për të zbuluar të dy rastet, ka bërë një ndalim për dezinformimin e kësaj çështje, e cila është shumë prekës në çdo familje, jo vetëm thjesht në Turqi, por kudo në botë, e cilet bëhet fjalë që fëmijët, domethënë në 8 vjeçare me qenë në shkollë me u kthyer të vdekur në shtëpi. Braj, faleminderit shumë për gjitha detajet cilat i ndave bashkë me mesditën sot këtu në TVN. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe juve. Kënaqësia e imja gjithashtu. Nga zhvillimet në Turqi do të qëndrojmë